edhe bebet në Shqipëri e dinë që Partia Demokratike në këtë zgjedhje nuk hyn garë për të fituar garën. Dhe kur ti nuk hyn garë për të fituar garën, ti mund të premtosh edhe që do të çosh Shqipërinë hënë, se tek e fundit sot bie më herë të përballesh me këtë premtim. Bruna, kjo është situata në Shqipëri. Ku faktohet kjo, Albi, që Sali Berisha po angazhohet për të dalë thjesht forcë së dytë, për të qenë opozit, për të mbetur në opozit? E para këtë thot çdo observator. Çdo observator tregon që Partia Demokratike nuk ka fuqi për të fituar zgjedhjet. Dhe forcat e reja. Ti fol në emër të Sali Berishës. Sali Berisha po angazhohet. Domethënë Sali Berisha kërkon të mbes këtu ku është? Bruna, Sali Berisha në gjykimin tim as nuk do të marrë postën e kryeministrit. Sepse është një kryeministër, do të jetë një kryeministër i refuzuar nga gjithë bota qytetërore. Ardha e La Civita nuk i ka hequr non grata. Ai është non grata dhe ambasada amerikane nuk shkel sot kësaj ditë në Partinë Demokratike. La Civita e tha publikisht, jam një person privat. Nuk jam i dërguar i Departamentit Amerikan të Shtetit, kështu që nuk besoj se zoti Berisha priste me qenë se erdhi La Civita të hiqej non grata. Ja, zoti Berisha nuk priste, për mend La Civita, zoti Berisha do të gënjente shqiptarët. Që merr që këtu ka ardhur një njeri që ka punuar për presidentin Trump, atëherë dhe Sali Berisha është një farsoj afër me amerikanët. Domethënë, unë besoj që për këtë ka ardhur dhe për këtë është paguar zoti La Civita në Tiranë. Por, ajo që po ndodh, Bruna, në Shqipëri është që ne kemi një hipokrizi në pothuaj të gjitha forcat politike që garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Çfarë po ndodh? Ne kemi Edi Ramën dhe Sali Berishën që bëjnë sikur e kanë garën me njëri tjetrin, po në fakt garën e kanë për të ruajtur pozicionet e tyre dhe për të mos hapur rrugën për ata poshtë që përpiqen të vinë të futen në parlament, Kemi nga ana tjetër këta poshtë që ne quajmë shpesh forcat e reja politike, të cilët bëjnë sikur e kanë garën me Sali Berishën dhe me Edi Ramën, por e dinë që këta nuk kanë fuqi ti përzën Sali Berishën dhe Edi Ramën. Ata po bien vet për shkak se po. Për cilat parti? Se kemi një mori partish. Të gjitha, Bruna, pa përjashtim. Nuk përjashtoj asnjërin prej tyre. Domethënë, ata e dinë që nuk e përmbysin dot vetë sistemin, sepse për shembull, po nuk pati drejtësi në Shqipëri, nuk mund të ketë zgjedhje drejtë, Dhe ata e dinë që kjo klasë politike ka mbushur kupën dhe do të rrëzohet, Dhe çfarë bëjnë tani? Bëjnë sikur e kanë garën me Ramën dhe me Berishën, ndërkohë garën reale e kanë me njëri tjetrin, sepse gara reale do të jetë se kush do t'i zërë vendin Ramës dhe Berishës nesër. Ata do rrëzohen, Ata janë në fundin e ciklit tyre politik. Dhe unë besoj që karagatina e tyre politiko-ekonomike, mediatike, po deshe ti, po shpërbëhet, dhe këta poshtë e kuptojnë. E kuptojnë që ata po rrëzohen. Dhe gara reale është mes tyre, kush do t'u azër vendin. Kjo po luhet. Do me thonë thuaj që Basha, Lapaj, Shabani, Shehaj, Qori janë në garë me njëri tjetrin. Kush prej tyre do të zërë vendin Edi Ramës? Edhe Sali Berishës. Dhe Sali Berishës për të qenë forca e parë në opozit, po? Për të qenë në krye të qeverisës në krye të opozitës Shqipëri. Domethënë, ne kemi të bëjmë me fundin e një cikli. Domethënë, po bien Rama dhe Berisha, sistemi Bruna po bie sepse po e godet Spaku. Sepse duke i goditur Spaku, sistemi nuk prodhon dot më aq para sa i duhet për të mbajtur.